Intervista e Albin Kurtit në Kanal 10, intervista, si total ishte një demonstrim i plëksht, i një personi që edhe kur nuk sfidohet fare, si në këtë rast, prap del vesh një rren e madhe. Po t'i futem analizimit të krejt intervistës total, videoja m'del më e gjatë se vetë emisioni. Por po e marr një shembull të vetëm nga intervista për të demonstruar dy gjëra. 1. Çfarë rrenci është Albin Kurti dhe 2. Sa i papërgatitur ishte në këtë rast gazetari para tij. Dëgjojeni. Aktgjykimi i datës 23 nëntor të vitit 2023 mu më ka lënduar më shumë. Cili për shembull është? Ai i cili ka hequr mundësinë që ne të kemi çmime tavan për produktet bazë. Kjo është absolutisht e pavërtetë. Vendimi i gjykatës kushtetuese për këtë çështje e ka thënë krejtësisht të kundërtën. Ka njoftuar se po, në Kosovë mund të ketë çmime tavan. Aktgjykimi i datës së 24 nëntorit 2023 për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit për masat e përkohshme të produkteve themelore në raste të veçanta të destabilizimit të tregut, apo siç njihet gjerësisht si ligji për çmimet tavan, në pikën 204 thotë: Kushtetuta e Republikës së Kosovës në paragrafin 5 të nenit 119 saj saktësisht përcakton që Republika e Kosovës do të themeloj organet të pavarura për rregullimin e tregut, atëherë kur vetë tregu nuk mundet që në masë të mjaftueshme të mbrojë interesin publik. Dhe tutje, bazuar në paragrafin 5 të nenit 119 të Kushtetutës, kërkojnë themelimin e organeve të pavarura për rregullimin e tregut. Por, problemi është se Albin Kurti e Kuran Murati dëshironin që rregullimin e çmimit ta bëjnë ata vetë e jo një organ i pavarur. Siç propozonin ata, ligji i tyre kërkonte që vendimarrja e plotë për vendosjen e masave të përkohshme mbrojtëse ndaj operatorëve ekonomik lidhur me produkte themelore në raste të veçanta të destabilizimit në treg e përcakton në kompetencën e ministrit dhe kryeministrit. E kjo nuk lejohet. Pra, përcaktim të çmimeve tavan po, por përmes një institucioni të pavarur që nuk kontrollohet politikisht. Kjo për të pamundsuar që nesër secili politikan që vjen, ministër a kryeministër, të dëmtoj secilin biznes që i teket për interesa të veta e t'i vendosë çmimet. Rrena e Kurtit vazhdon të bëhet akoma më rënd. Jove që gjykata kushtetuese nuk e ka ndaluar të ketë një ligj të tillë për rregullimin e tregut. Por edhe më tepër, gjykata kushtetuese i tregon qeverisë se tashmë ke ligje ekzistuese përmes të cilave mund ta bësh këtë gjë. Në pikën 206 thuhet se gjykata rikujton edhe dy ligje relevante të Republikës Kosovës, të cilat ndërlidhen me fushveprimin për fshirë mënyrën e vendimarrjes lidhur me përcaktimin e masave të përkohshme mbrojtëse. Këto dy ligje janë ligji për rezerva shtetërore të mallrave dhe ligji për tregtinë e brendshme. Prandaj thotë gjykata në pikën 220 se ekzistenca e dy ligjeve paralele nuk të lejohet sepse nuk i shërben parimit të sigurisë juridike dhe u pamundson personave juridike fizik, përkatësisht operatorëve ekonomik, që të rregullojnë sjelljen e tyre konform ligjit të aplikueshëm në kuadër të një ekonomie të tregut me konkurrencë të lirë që është bazë e rregullimit ekonomik dhe vlerë e Republikës së Kosovës. Pra, nuk mund të lejohet që të ekzistojnë dy e më shumë ligje që trajtojnë saktësisht çështjen e njëjtë, sepse krijojnë përplasje. Prandaj thotë gjykata në pikën 224 që dispozita esenciale të ligjit kontestuar përfshirë ato që cënojnë parimin themelor të sigurisë juridike nuk janë në përputhshmëri me kushtetutën. E po, jove që nuk e ka pamundsu vendimi i gjykatës kushtetuese vendosjen e çmimeve tavan, por e ka leju dhe për më tepër të ka njoftu se edhe përmes ligjeve ekzistuese mund ta bësh. A ka bërë qeveria këtë? Jo. Ja pra si gënjen Kurti e fatkeqësisht gazetari që ja bën intervistën veç e shikoni qetë, derisa ai e gënjen atë në fytyrë e gjithë popullin në ekran. Apo e kuptoni tash pse Albin Kurti kurrë nuk do të pranonte në intervistë me mua.